Kjo është një gënjeshtër e pastër, e hatashme. Sa se do më jepi lajm që do votojnë vetimin. E hatashme. Lajmin e ke. Orën e parë qeverisë teknike, Partia Demokratike rikthehet në parlament dhe voton vetimin. Po çdo ndodh zoti Basha që javën e parë të shtatorit kur parlamenti i ri me një opozitë tjetër do shkojë ta votojë vetingun? Çfarë do fitojë Partia Demokratike? Nuk do të ketë parlament të ri me një opozitë fasad. Si nuk do ketë parlament të ri me një opozitë fasad. Çfarë do merrni pjesë në zgjedhje pastaj? Sigurisht që do të marrin pjesë në zgjedhje të lira të ndershme. Zgjedhje fasad në Shqipëri nuk ka për të bërë. Në zgjedhje 18 qershorit. Në 18 qershorit nuk do të ketë zgjedhje. Si nuk do të ketë zgjedhje? Partia Demokratike dhe qytetarët e bashkuar do të diktojnë me forcën e bashkimit në mënyrë paqësore sabotimin dhe shkatrimin e farsës elektorale. Sabotim mund thotë t'i bështire qytetarëve që të mos dalin të votojnë, kjo është normale. Po ju, a mund t'i blokoni qendrat e votimit? A mund t'i ishni ju drejtën qoftë një qytetarit vetëm të Republikës së Shqipërisë që do të shkojë të votojë? Të drejtën e votimit, të drejtën e votimit, po, në pluralizëm e bën vetëm e drejta e zgjedhjes. Kur kjo qeveri ka eliminuar të drejtën e zgjedhjes, duke përjashtuar opozitën nga zgjedhjet, duke paracaktuar rezultatin përmes krimit dhe drogës, misioni shenjtë i çdo shqiptari është të rikthejë votën e lirë. Pra ju do bllokoni qendrat e votimit, po thoni zoti Basha. Taktikën opozitare nuk kam ndërmend, po ky mund shkojë në përplasje sociale dhe në probleme. Nuk ka përplasje më të madhe. Si nuk ka përplasje më të madhe në Shqipëri. Si do bllokoni ju 4000 ca qendra votimi? Unë nuk kam ardhur këtu si kryetari i shtabit operativ të opozitës bashkuar dhe nuk kam ndërmend të shpalos taktikën opozitare. Keni ngritur edhe këtë fjalën operativ që vjen që para 90-s. Koordinus, le të themi, veprus. Ky shtab operativ çfarë do bëj? Shtab lufte? Ka për detyrë që duke përdorur të gjitha praktikat moderne të mosbindjes civile, me ndihmë të çmuar nga ata që kanë parandaluar dhe hedhur poshtë regjime autokratike nga Ukraina në Moldavi, të parandaloj që një vend antar i NATO-s të degenerojë 27 vjet pas rënies monizmit në votime moniste. Keni marrë ekspert ndërkombëtar, po thoni? Që kanë marrë pjesë në Ukrainë dhe në Moldavi? Jo, kemi mbështetje thash nga njerëz të cilët kanë përvojë me organizimin e gjithë formave paqësore të mosbindjes civile për të parandaluar një proces farsë. A keni frikë që mund ta çoni